إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Një nga adhurimet më të mëdha që do Allahu subhanahu wa taala është të kesh mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala në çdo gjendje, në çdo situatë, në çdo moment dhe në çdo sprovë. Të kesh mendim të mirë për Allahun është detyrë për çdo musliman, është obligim për çdo besimtar. Në të kundërtën, nëse ke mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala, konsiderohet prej mëkateve më të mëdha. Se ti kur ki mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala, ti do të thonë nuk e njeh atë, nuk e njeh Allahun, nuk I njeh cilësitë e Tij të mëdha, nuk I njeh emrat e Tij të bukur, nuk I njeh argumentet e Tina. Se ai I cili e njeh Allahun subhanahu wa taala, I njeh emrat e Tij, I njeh cilësitë e Tij, ai patjetër se do të ketë mendim të mirë për Allahun. Në dy sahihet transmetohet se Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allahu I lartëmadhëruar ka thonë: unë jam ashtu si mendon robi im për mua, dhe unë jam me të kur ai më përmend mua. Nëse më përmend në vetvete, unë atë e përmendi në vetvete. Nëse më përmend në grup, unë atë e përmendi në grup. Nëse ai afrohet drejt meje një pllumb, unë afrohem tek ai një pash. E nëse ai afrohet drejt meje një krah, unë do të afrohem tek ai akoma më shumë. Nëse ai vjen duke ecë, unë do t'i vij atij duke vrapuar. Kështu thot Allahu I lartëmadhëruar në hadith qudsi. Në Sahihun e Muslimit transmetohet nga Jabir ibn Abdullah al-Ansari, që ka thonë se e kam dëgju pejgamberin alayhis salam 3 ditë para se me vdek, 3 ditë para se me ia dorëzu shpirtin Allahut subhanahu wa taala, e kam dëgju duke thonë: askush prej juve të mos vdes përveç se duke pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Nëjna musliman, elhamdulillah, falënderimi të kon Allahut, dhe na do të me pas çdo herë mendim të mirë për Allahun. Edhe kur Allahu na jep një të mirë, kemi mendim të mirë për Allahun. Edhe Allah kur na çon një sprovë, na prap kena mendim të mirë për Allahun. Se Allahu na jep të mirën me urtësinë e Tina dhe na çon sprovën me urtësinë e Tina. Te Allahu nuk ka sherr asgjë. Allahu edhe sprovën kur ta çon, ti do këtë e keqe ti hek, ama kjo është hajër për ty. Ti edhe një fatkeqësi kur e ke, ti edhe një dhimbje kur e ke, ajo është hajër për ty. Kjo është të mirën tonë, se Allahu nuk I bën padrejtësi robërve të Tij asnjëherë.
Allahu ty asnjëherë nuk bën padrejtësi. Allahu ty asnjëherë nuk të bën keq. Por Allahu të provon tyje. Allahu të provon që me t'i falë gjënat e tua. Allahu të provon që me t'i rrit gradët në xhenet. Allahu të provon me ta kshyt imanin tanë edhe besimin tanë. Sa jeti i fort në iman dhe sa jeti i fort në besim. Pra, te besimtari, te muslimani, çdo herë është hajër. Që thot pejgamberi alayhis salam se çuditshme është puna e besimtarit kur Allahu ja jep një të mirë, ai e falënderon Allahun dhe kjo është hajër për ata. Kur Allahu ja çon një sprov, kur Allahu ja çon një belan, një fatkeqësi, ai pajtohet me caktimin e Allahut. Edhe prapë kjo është hajër për ata. Te muslimani në të dyant është hajër, edhe në begati, edhe në vështirësi, edhe në të mira dhe në të këqija. Sa herë është hajër për besimtarin. Asnjëherë nuk është keq. Mirë po imani njerëz është i dopt. Ditëria e njerëzve për Allahun subhanahu wa taala është e mangët, është shumë e vogël. Ndërsa ata të cilët e njohin Allahun subhanahu wa taala përmes emrave të tij të bukur, përmes cilësive të tij të larta, asnjëherë nuk ka mendim të keq për Allahun. Asnjëherë nuk ka mendim të keq për Allahun, se Allahu është bujar, Allahu është fisnik, Allahu është i drejtë dhe nuk i bën padrejti askujt. Prandaj, keni mendim të mirë për Allahun në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Kur të ka kapur një vështirësi, të ka kapur një sprov, mos me nëse Allahu është të desh ti, Allahu është të desh ti dhe të sprovua. Allahu është duke desh ti dhe është duke të lanë diçka të mangë të jetën e kësaj bote, me të mungu diçka në jetën e kësaj bote, që Allahu me ta kompenzun botën tjetër, që Allahu me ta kompenzun xhenet. Besimtari kur i shikon veprat e tina, kur e shikon vetveten e tina, ka mendim të keq për vetveten. Pse unë e mëkatova Allahun? Pse unë hina në gjuna? Pse është kjo gjendja ime kështu me mëkate? Pse unë nuk jam i udhëzuar në rrugën e drejtë? Mirë po, kur e mendon mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, kur e mendon faljen e Allahut subhanahu wa taala, ngushëllohet me këtë. Kjo është me pas mendim të mirë për Allahun. Dhe njeriu ngushëllohet kur ta mendon mëshirën e Allahut, kur ta mendon faljen e Allahut, atëherë e ngushëllon vetveten e tina. Dhe i rritet shpresa për falje gjunahesh, i rritet shpresa për shpëtim, i rritet shpresja për hyrje në xhenet. Në një hadith të transmetuar nga Ebu Davudi thuhet, të kesh mendim të mirë për Allahun është pjesë e adhurimit mirë. Allahu kënaqet kur na kena mendim të mirë për Allahun. Allahu kënaqet me neve kur na kena mendim të mirë për Allahun. Se nëse na kena mendim të mirë për Allahun, Allahu ka mendim të mirë për neve. A don Allahu me pas mendim të mirë për ty? A don Allahu me dasht? Ki edhe ti mendim të mirë për Allahun. Mos mendo diçka keq për Allahun. Mos shtije diçka shejtani vezvese. Mos bëje cytje shejtani se Allahu është i keq. Se Allahu po ta don të keqën tyje. Para mendoni pejgambert, njerëzit më të zgjedhur të Zotit, këto janë persona që i ka sprovu Allahu më shumë ti. Edhe këto janë persona që Allahu i ka dashur më shumë ti. Pra sa më shumë që është imani jot i lartë, sa më shumë që e ki të lartë imanin, sa ashtu i ki të larta dhe sprovat. Kjo është natyrshmëria e njerëzve në tokë. Allahu sprovon sa Allahu po don ti. Kjo është mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala. Prej mendimit mirë për Allahun është dëshira për ta lutur Allahun subhanahu wa taala. Edhe për të kërkuar nga ai gjëra të mëdha, se për Allahun asgjë nuk është e pamundur. Për Allahun asgjë nuk është e vështirë, vetëm thot kun fayakun, bëhu dhe ajo bëhet më njëherë. Pra lutni Allahun subhanahu wa taala dhe mos mendoni se filan sani s'ka shansa mu bë. S'ka shansa mu realizu, gjithë çka realizohet me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, gjithë çka realizohet me fuqinë e Allahut. Te Allahu nuk është e pamundur asnjë send. Se Allahu është i plot fuqishëm, s'ka fuqi më të madhe se fuqia e Allahut. Prej mendimit mirë për Allahun
është mos ta kushtozosh lutjen tënde, o Allah mësoma xhenetin inshallah. O Allah mësoma filan sendin inshallah. O Allah mësoma xhenetin nëse do ti. O Allah mësoma filan sendin nëse do ti. Hek në këtë inshallah nëse do ti ndua. Ndua vetëm me lutë Allahun drejt për drejt. O Allah mësoma xhenetin. O Allah largon prej zjarrit të xhenemit. O Allah më jep të mira në dunjë dhe në ahiret. Lutni Allahun sa më shumë. Duke mos e përmend inshallah ndua. Prej mendimit të mirë për Allahun është mos e humbësh shpresën mëshirën e Allahut. Kur rrethohesh me fatkeqësi, kur rrethohesh me sprova, mos e humb shpresën mëshirën e Allahut. Mos e humb shpresën në mirësinë e tina, në mirësinë e të gjithfuqishmit. Se pritja e shpëtimit është pjesë e mendimit të mirë për Allahun. Ta di se për çdo sprovë që Allahu ta ka thue. Dije se ka rrugdalje për çdo sprovë. Dije se ka shpëtim për çdo sprovë. Dije se ki rrugdalje, ka rrugdalje prej anës Allahut për çdo fatkeqësi, për çdo dhimbje, për çdo të keqe, ka rrugdalje. Ka rrugdalje nëse do Allahu subhanahu wa taala. Nëse do Allahu subhanahu wa taala, ajo realizohet me njëherë. Prandaj e jona është mu mbështet vetëm te Allahu subhanahu wa taala, me kërku vetëm prej Allahu subhanahu wa taala dhe me pas mendim të mirë për Allahun. Kjo është ajo e cila kërkohet prej neve. Prej mendimit mirë për Allahun është të shpresosh në realizimin e asaj që Allahu ka premtuar. Allahu për çdo sen që ka premtuar, ai patjetër se e realizon premtimin e vet. Allahu premtimin e vet nuk e kthen mas asnjëherë. Allahu për çdo premtim, ata do ta realizoj patjetër. Prej mendimit mirë për Allahun është të shpenzosh në rrugë të Allahut. Është të shpenzosh në bamirësi. Është të shpenzosh në rrugë të hajrit që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Ka thënë dikush, Allahu ka robër që shpenzojnë sipas mundësive të tyre dhe Allahu ka robër që shpenzojnë sipas mendimit të mirë për Allahun. Për njeriu sa më shumë që ka mendim të mirë për Allahun, akoma më shumë shpenzon, akoma më shumë jep në rrugë të Allahut, akoma më shumë ju ndihmon njerëzve. Se besimtari i cili ka mendim të mirë për Allahun, e din se çdo cent të cilin e jep për hir të Allahut, Allahu ja kthen shumë fish. Allahu ja kthen në lumturi, Allahu ja kthen në familje, Allahu ja kthen në gëzim, Allahu ja kthen të mira materiale, Allahu ja kthen në xhenet. A ka më të madh edhe më shpërblim se xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Prej mendimit të mirë për Allahun është mos mbështetesh vetëm në shkaqet e dukshme. Në shkaqet e dukshme por të mbështetesh tek Allahu në çdo send. Prej mendimit të mirë për Allahun është të kesh mendim të mirë për Zotin tënd gjatë fatkeqësive që ty nuk të pëlqejnë. Ndoshta ti duket e keqe. Ajo sprov, mirë pa ajo është hajër për ty, edhe ti dush me pas mendim të mirë për Allahun. Prej mendimit të mirë për Allahun është robi muslimani mbështetet tek Allahu dhe nuk mbështetet askund tjetër përveç te Allahu subhanahu wa taala. Madje Ibn Qayyim e ka përmendur në librin e tij. Mendimi i mirë për Allahun të çon tek mbështetja e tij. Se njeriu nuk mbështetet te dikush që ka mendim të keq për ata. Po njeriu mbështetet te dikush që ka mendim të mirë tek ai. Për atë arsye mbështetet. E ti nëse ki mendim të mirë për Allahun, patjetër se ti ki mu mbështet tek Allahu subhanahu wa taala dhe të askush tjetër. Këshirni, çfarë mendimi të mirë për Allahun kanë pas njerëzit e mëdhenj. Këshirni çka thot Fudhejli ibn Iyadi, nëse Allahu do të më fuste në zjarr, unë prap nuk isha me humb shpresën te mëshira e Allahut. Këshirni çfarë niveli të madh e ka pas Fudhejli ibn Iyadi për Allahu subhanahu wa taala. Këshirni çfarë niveli e ka pas mendimin e mirë për Allahu subhanahu wa taala. Thotë nëse Allahu në zjarr kish fut, unë prap si kisha humb shpresat te Allahu. Unë prap si kisha humb shpresat e mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, të mos i humbim shpresat e mëshira e Allahut subhanahu wa taala në asnjë gjendje, në asnjë situatë dhe në asnjë moment. Një tjetër nga mendimet e mira për Allahun është të besoj se një besimtar nuk do të përfundoj në zjarr me jo besimtarët asnjëherë. Pasuesi tauhidit, njësuesi Allahu subhanahu wa taala, asnjëherë nuk futet në zjarr me jo besimtarët.
Allahu ja ka bë haram ati personi i cili e njëson Allahun, ati personi i cili e njëson dhe e madhëron Allahun subhanahu wa taala me prek zjarmi i xhenemit. Një njeri lutej në Arafat dhe thoshte: o Allah, mos na dëno me zjarr pasi e ke vendosur tauhidin tënd në zemrat tona. Prandaj filloi të çante dhe thoshte: nuk besoj se ti do ta bësh këtë me faljen tënde. Kjo është prej mendimit mirë për Allahun. O ju besimtar, o ju musliman, dijeni se Allahu është i mirë në çdo situatë. Allahu është i drejtë në çdo situatë. Na krejt kemi sprova, kena ndonjë dhimbje, ndonjë vështirësi, po kjo është në të mirën tonë. Kjo është në të mirën tonë, kjo është në hajrin tonë, dhe Allahu nuk na bën pa drejtësi asnjëherë. Elusë Allahu në madhruar me na bë për atyre të cilët kena mendim të mirë për Allahun. Elusë Allahu në madhruar që të jemi për atyre të cilët shpresojnë vetëm te Allahu subhanahu wa taala dhe të askush tjetër përveç tina. Elusë Allahu në madhruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elusë Allahu në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Elusë Allahu në madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre që na çon në zjarm të xhenemit. Elusë Allahu në madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. Elusë Allahu në madhruar me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, hipokrizisë dhe çdo cilësie të keqe. Elusë Allahu në madhruar me na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elusë Allahu në madhruar me na ndryshu natën e varrit, me na lësu urën e siratit, dhe elusë Allahu subhanahu wa taala me na tubu në xhenet, çashtu që na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.